Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të nderuar shikues, assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahun e madhuar e falenderojmë vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Mirë se po takohemi në takimin ton të radhës, në emisionin ton Ky është i dërguari im. Deri më tani kemi marrë ngjarje, rrëfime, transmetime nga më të ndryshmet që kanë të bëjnë me jetën e njeriut më të mirë, më të devotshëm, më të sinqert, njeriut më të dobishëm për njerëzit, njeriu më të dashur tek Allahu Muhammedin alayhi salatu wassalam. Dhe do të vazhdojmë këtë rrugtim edhe tutje deri në fund të jetës së Muhammedit alayhi salatu wassalam. Sonte të nderuar shikues, nuk do të flasim për ngjarje të caktuar, por do të rrëfim nga historia e pejgamberit alayhi salatu wasallam, por do të flasim për të dërguarin dhe sjelljen e tij dhe adhurimin e tij në një muaj të veçantë e të posaçëm që pikërisht ne jemi në atë muaj. Ne jemi në prag të muajit Ramazan, dhe tashmë kanë filluar pyetjet kur është Ramazani, pastaj si mu përgatit për Ramazan e kështu me radhë. Andaj gjitha këtu tregojnë shumë tjera se ne jemi afër Ramazanit. Jemi në muajin Shaaban. Dhe muaji Shaaban është muaji i 8, sipas kalendarit islam, e Ramazani është muaji i 9. Prandaj jemi në muajin para Ramazanit. Ky muaj, të nderuar shikues, nuk mund të jetë një muaj i zakonshëm dhe i thjeshtë, për faktin se qëndron afër Ramazanit. Dhe nëse dëshirojmë një Ramazan të mirë, kualitativ, produktiv, atëherë duhet që Shaabanin ta respektojnë. Dhe këtu të sillemi pak më ndryshe që në Ramazan të hyjmë më zellshëm, më të organizuar dhe më të gatshëm dhe më të përgatitur. A thua vallësisht e gjendja e Muhamedit alayhi salatu wasallam në muajin Shaaban? A e trajtonte si muaj të zakonshëm të veçantë, apo pejgamberi alayhi salatu wasallam në këtë muaj kishte një trajtim pak më ndryshe, karshi këtij muaji, karshi ditëve të këtij muaji, përdhem nga muajt e tjerë. Fillimisht ajo që duhet të them është se muaji Shaaban në tërësi është një muaj që pejgamberi alayhi salatu wasallam e ka veçuar me adhurim. Jo një ditë posaçme. Jo ditën e parë 5-10. I tërë muaj ka qenë një muaj ku pejgamberi alayhi salatu wasallam e dallonte veçanërisht me agjërim. Sikur që ka në transmetime se pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk agjëronte në ndonjë muaj më shumë se që agjëronte në muajin Shaaban. Do thotë agjërimi i tij shtohej. Pse a thua vallë? Për faktin se jemi në prag të muajit të agjërimit. Edhe pse pejgamberi alayhi salatu wasallam të nderuar shikues në vazhdimsi agjëronte. Gjithmonë agjëronte, çdo muaj agjëronte. Jo tër muajin, nga se nuk ka muaj që e ka agjëruar në tërësi përveç se muajit Ramazan. Mirë po agjëronte të hanë të ajte, agjëronte të rritit të bardha, agjëronte pejgamberi në forma ndryshme. Andaj ai ishte i gatshëm gjithmonë për agjërim. Mirë po me që po afroi Ramazani, ai tashmë e shtonte edhe më tepër agjërimin në shenjë të përgatitjes shpirtënore, përgatitjes fizike, gjitha niveleve për një Ramazan më të suksesshëm dhe më të lehtë. Duke pasur parasysh këtë angazhim të pejgamberit asaj në muajin Shaaban, ne duhet që të marrim mësime që edhe në këtë muaj të tregojmë më të zellshëm, më të kujdesshëm, më të vëmendshëm dhe më të organizuar në raport me muajin Ramazan. Të nderuar shikues, ajo që kisha me veçuar në këtë trajtim sonte, janë dy gjëra më rëndësi që vrehen në do të thotë aktivitetin e pejgamberit alayhi sallam në muajin Shaaban. E para është shtimi i agjërimit dhe në përgjithësi adhurimeve. Prandaj ne duhet që në këtë muaj të shtojmë zellshmërinë tonë në adhurime. Si lloj trajnimi, si lloj do të thotë nxemje që thuhet edhe në aspektet e përgatitjes sportive kështu me radhë, që të fillojmë dal nga dal të organizojmë jetën në shërbim të adhurimit. Kemi angazhimin nga më të llojshmet, kemi shqetësime, kemi detyra e kështu me radhë, duhet që të fillojmë tash të mësojmë pak me menaxhu ndryshe ditën që në Ramazan me të vërtetë të dominon ngjyrimi i adhurimit,
të dominon aktiviteti i adhurimit. E përçën kështu tash trajnimet duhet të bëjnë në muajin Shaban, e pse është dashur të bëhet edhe shumë më herët. Mirë po, muaji Shaban është veç shansa e fundit për të bërë një përgatitje të tillë. Për këtë arsye pejgamberi në Shaban ishte i përkushtuar në agjërim, por edhe në gjitha adhurimet e tjera. Prandaj të nderuar shikues, është mirë që njëri në muajin Shaban tash të kujdeset për namazin e tij më tepër, veçanërisht me xhamat, me fal, të kujdesshëm për kohrat e namazit, të kujdesshëm edhe në përmbajtjen dhe cilësinë e namazit, që të mundojmë pak më tepër ta përjetojmë namazin, të zgjatim pak më shumë namazin, veçanërisht kur falim nafile namaz ose sunetet tona që i falim para ose pas namazit farz e kështu me radhë. Ta shtojmë përmendjen Allahut Azza wa Jall, veçanërisht atë përmendje që pejgamberi alayhi salatu wasalam e kishte të vazhdueshme në përditshmërinë e tij, sikurse për shembull dhikri, përmendja e Allahut që bëhet para xhumit, pastaj që bëhet kur zgjohet nga xhumi. Dhikri i sabahut, mëngjes kur të falim sabahun, janë një varg lutjesh që i bënte pejgamberi alayhi salatu wasalam për një ditë të mbarë, për një fillim të mbarë të ditës. Pastaj dhikri i akşamit, një përmbyllje e suksesshme e mirë e ditës dhe një fillim i duhur i natës, duke përmend Allahun dhe duke me lutje dhe përmendje që na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wasalam. Gjitha këto janë e shumë tjera për dishmëria e muslimanit dhe muslimanes. Mi po të mundojmë që të ashtu të kemi me të vërtet shumë më të organizuara, shumë më, domethënë, stabile në jetën të përditshme në muajin Shaban, se që ndoshta kemi qenë të zellshëm, të kujdesshëm, të vëmendshëm jashtë muajit Shaban. Gjithashtu edhe në këtë muaj është e preferuar që njëri të kujdeset edhe për obligime që i kanë ndaj të tjerëve. Ndonjë padrejti eventuale diku që e ke bë, ndonjë fjalë që e ke lënduar, ndonjë sjellje e pahishme, kërko halal. Që të hyjmë në Ramazan të pastër në raport me njerëzit. Jo të hyjmë në Ramazan e të ngarkuar mbi supët tona haku juaj. Se kjo e vështërson padyshim Ramazanin. Kjo realisht pengon përjetimin e duhur të Ramazanit. Andaj mundoni që të mbledhni fuqi, të jeni të guximshëm e të kërkoni halal njëri tjetrit. Çdo kush nga ne gabon, çdo kush nga ne mund të ketë lëshime. Ndoshta kemi thënë fjalë, ndoshta që nuk na takojnë. Sjellje të pahishme kështu me radhë. Gjithmonë duhet jemi të kujdesshëm në këtë aspekt dhe të kërkojmë halal. Mirë po, veçanërisht në Shaban, nëse po hym në Ramazan, në Ramazan mjafton me gjunahet tona. Mjafton me problemet tona. Pse me u ngarku edhe me gjunahet e njerëzve të tjerë për shkak se ju kemi bë pa drejt ose ju kemi në hak. Ktheje hakun kudo që ja ke marr. Ktheja të drejtën, garantoja të drejtën çdo kujt që ja ke cënuar. Kërko falje për fjalë caktuar, fjalë të pahishme. Të pajtohemi mes vete. Le të jetë muaji Shaban një muaj i mirëqenies dhe rahatisë familjare. Që në këtë muaj të dominon paqja, të dominon mirëkuptimi, dashuria, respekti mes anëtarëve të familjes, që ajo familje pastaj të hyjë e qetë, e organizuar në muajin Ramazan. Mos të hyjmë që në Ramazan të hyjmë, ndërsa zemrat i kemi ndoshta të lënduara nga njëri tjetri. Ndoshta raportet si kemi si duhet. Ndoshta ka dikush nuk fol me prindët e tij, Zoti na ruaj. Ndoshta bashkët nuk flasin mes vete. Ndoshta nuk flasin vllaznia e motrat mes vete. Gjitha këtu le të marrim fund muajin Shaban. Që në Ramazan të hyjmë me të vërtet të pajtuar, të lidhur mes vete, të mëshiruar me dashuri që të na don Zoti, të na mëshiron Allahu te barekutaala. Në gjitha këtu realisht janë aspekte që i marrim nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wasalam. Në këtë muaj që të jemi më të kujdesshëm, për shkak se po vije muaji Ramazan. Është edhe një aspekt tjetër të ndëruar shikues i rëndësishëm gjithashtu që duhet ta kemi parasysh gjatë muajit Shaban. Dhe është një arsye shtesë pse pejgamberi alayhi salatu wasalam agjeronte në muajin Shaban. A thua vallë për çka bëhet fjalë? Bëhet fjalë për një ngjarje madhore. Bëhet fjalë për një ngjarje shumë të rëndësishme që ndodh në çdo Shaban. Bëhet fjalë për një ngjarje me të vërtetë për neve shumë të rëndësishme. Ne nuk e shohim atë, nuk e përjetojmë, por e njohim, e dim, për shkak se për këtë na ka njoftuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E atë e ka njoftuar Allahu te barekutaala. Çka ndodh në muajin Shaban? Pejgamberi më ka përmendur se në gjysmën e muajit Shaban ngritet veprat e robëve të Allahut tek Allahu xhallahu ala. Çka nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton se
shënimi i veprave mbrana një viti, tashmë i prezentohet Allahu te barekuhu teala. Allahu e din, pa u prezentu, pa u shënu, Allahu e din. Mirë, po është një mësim për neve se veprat nuk humbin, nuk shlyhen. Veprat ruhen, prezentohen tek Allahu xhalla xhalu, shënohen tek ai dhe ruhen din takim me të. Kur ti e unë kemi dalë para Allahut dhe me dhon llogari për veprat tona. Prandaj pyet veten tonë. Bilanci vjetor i veprave tona, që do të prezentohet tek Allahu te barekuhu, a thua vallësisht. A je i kënaqur me gjendjen tonë? A je i kënaqur ti, motrë nderuar, bie nderuar, nënë nderuar? A jeni të kënaqur me fletoren ku janë të shënuar veprat e juaja? A kishit pasur të që të shlyhet diçka nga fletore para se të lexohet tek Allahu te barekuhu? Po dhe shumë pasje. Atëherë pikërisht tashmë është rasti. Pendoni tek Allahu te xhalla xhalu. Shlyni nga fletoria juaj, nga regjistri juaj, shlyni atë që nuk është e hishme, nuk është e mirë. Është një lezez në jetën e juaj, para se të ngritet veprat tek Allahu te barekuhu teala. Të pendojmë tek Allahu xhalla xhalu. Dhe pejgamberi pikërisht e ka përmend edhe arsyen e agjerimit javor. Në vazhdimsi, për faktin se në ditën e ajete është një raportim javor për neve tek Allahu te barekuhu teala. Çfarë kemi bërë gjatë javës? Ndërsa në muajin Shaban që tashmë jemi, është raportimi vjetor. Dhe është e arsyeshme që në këtë situatë të mundohemi të përmirësojmë veten tonë, të përmirësojmë regjistrin e veprave tona, raportin me Allahun, raportin me vetë. Nëse çka tha Allahu që na përcjelli Muhamedi alayhi sallam, ngritën veprat. Dhe Allahu xhalla xhalu fal shumë në këtë rast. Fal shumë përveç në dy raste. Ai që Allahut i bën shok, në adhurim, ai që ka probleme me besim në Allah xhalla wala, dhe ai që ka armiqësi me dikë, vllaun e tij, mikun e tij, tafërmin e tij, fëmijën e tij e kështu me radhë. Ata që kanë pas sakrime, fërkime mes vete. Realisht kjo është tregues se rregullimi i raporteve me Allahun dhe rregullimi i raportit me krijesat është iniciativa më e mirë që ndërmarrim para se të ngritën veprat tona tek Allahu te barekuhu. Është çështja më e duhur që duhet ta kemi karshi muajit Shaban. Andaj shikoni të ndruar shikues, se muaji Shaban nuk është muaj i zakonshëm, nuk është muaj i thjeshtë, nuk është një muaj sikurse muajt e tjerë, edhe pse në çdo muaj duhet të kujdesim për besimin tonë, raportin me Allahun xhallahu ala, raport me tjetrin, mi po veçanti në muajin Shaban. Veçanti në muajin Shaban për faktin se edhe jemi në prag të Ramazanit, por edhe jemi në prag të raportimit për neve, për veprat tona. Dhe gjithë jemi ne në këtë rrugtim. Ne një ditë do të vdesim, të gjithë. Dikush sot, dikush nesër, dikush mëngjes, dikush mbrëmje, dikush në qytet, dikush në shtëpi, dikush në spital, dikush jashtë vendit vet, veç Allahu e din kur dhe ku ka me vdek njeriu. Mirë, po të gjithë kemi me vdek. Çka pas vdekjes? Çka ndodh pastaj? Pastaj para Allahut. Një dalje para Allahut është më formale, si tregues se çka do të ndodhë ditën e ringjalljes. E kur ringjallemi, Allahu e din kur ndodhej ditë e gjykimit, të gjithë dalin para Allahut dhe japim llogari. Ka një hadith ku pejgamberi më ka përmendur se çdo kush prej neve do të qëndron para Allahut. Dhe Allahu do t'i flet pa përkthyes. Ai është krijuesi i gjuhëve, ai din gjitha gjuhët. E robi shikon përpara sheh vepra që ka bërë. Shikon anash, sheh xhenemin. Çfarë ke bërë? A ne është mundësi me vërtet ideale që të rishikojmë veprimtarinë tonë, të rishikojmë rrjedhën e jetës tonë të ndëruar shikues. Ne kemi në vazhdim të rishikojmë veten tonë, ka po shkon, çfarë po ndodh? A je i kënaqur me punët tua? A je i kënaqur tash me taku Allahun xhallahu ala? Po e takove, si është bilanci përfundimtar i këtij takimi? Kjo është jeta jonë. Kjo jap kuptim realisht jetës tonë dhe kjo është pikërisht ajo që na garanton shpëtim ditë gjykimit. Po injorimi të kësaj të ndëruar shikues, po thoj se nuk mund të ndodhë kurrë. Por ty ko po folet. Nëse ti fare nuk po mbërtitet për këtë çështje, a është çështje e dur? Vallahi më mbledh dy prokuror. Dikon e më thonë që jemi duke mbledh disa informata për ty edhe jenë hetime, nuk bosh atë. Nuk bosh atë. Mos
po del diçka, mos ka diçka, nuk e di njëri. Apo nuk është flet rahat kur din se për shembull mund të prodhon në gjykatë ose në burg. Para Allahu te barotola. Për ty po fulitet. Detyra jote po ngritet. Veprat e tua po lexohen tek Allahu xhallahu ala. Punët e tua. Çka ke dëshirë të lexohet? Mirësia e Allahut është se Allahu xhallahu ala të kalorën e fal, nëse pendohemi. Në dunja për shembull ke bëhet të kalorën pendohesh, por megjithatë ke marrë dënimin. E merituar normal. Te Allah nuk ka kështu. Te Allah ke bo, ka kaluar, ka ndodh, pendohesh, ndihesh keq, Allahu ta fal. Nuk e dënon Allahu atë që ndihet keq për punët e veta. Nuk e dënon Allahu atë që pendohet dhe vazhdon me punë të mira. Këtë Allah nuk e dënon. Është mundësi e madhe hatashme që të përfitojmë nga falja e Allahut, veçanërisht nga ajo që derdhet me të madhen e muajit Shaban, ku Allahu ka garantuar se u fal njerëzve. Përveç atyre që tregojnë të pakujdesshëm dhe të pavëmendshëm në përmirësimin e raporteve me Allahun dhe në përmirësimin e raporteve me të tjerët. Ndaj më tepër zell, më tepër vëmendje, më tepër kujdes. Qase kështu pikërisht ishte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në muajin Shaban. Kështu është çësia e tij. Edhe për shkak të Ramazanit, sikur që e ceka, po edhe për shkak të raportimit. A thua vallë, çka ka pas më raportu për pejgamberin alayhis salam? Namazet, dhikri, dobia dhe njerëzve, mirësia, sabri, gjitha për shembull janë. Megjithatë, do të kam dëshirë që kur ngriten veprat e mia tek Allahu, të qelloj unë agjërueshëm. Të jem në gjendje, do të thotë që e don Allahu te barekutaala. Të jem në gjendje që unë jam i dobët dhe i varfër e i përulur për Allahu te barekutaala, e ai e don këtë gjendje. Do të ka dashur me qenë në një gjendje që kur të raportohet për të, gjendja e tij të jetë një lloj ndërmjetësimi për punët e tij. Një lloj ndihmëse për punët e tij tek Allahu te barekutaala. Muhamedi sallallahu e ku jemi ne? Ndaj të ndërrosh shikues, ne shohim shumë se njerëzit në Shaban janë, domthonë, të pakujdesshëm. Dhe pikërisht për këtë arsye ka thonë pejgamberi sa një muaj mes muajit Rajab edhe Shaban dhe Ramazan. Rajab është muaji i 7 para muajit Shaban. Muaji i Shabanit 8, Ramazan është muaji i 9. Është përmend transmetime se pejgamberi ka thonë një muaj mes Rajab edhe Ramazan njerëzit janë të hutuar në atë muaj. Në Shaban njerëzit janë të hutuar. Vrapojnë punë, vite angazhime. Kur vija Ramazan, gjitha angazhimet i kemi, domthonë këna me ftu iftar, çush kena me abo, me bletash harç, për syfyre për iftare, gjitha këtu janë angazhime normale, elhamdulillah. Njerëz ka që zbukurojnë shtëpia tyne, ka dikush, forma ndryshme njerëzit duhet me prit Ramazanin. Këto janë çështje personale. Jo, po ku është përgatitja e zemrës? Ku është tolisja e shpirtit para se marr Ramazanin? Mos të habitim me punë ansore, formale, materiale, e të harrojmë aspektin shpirtëror. E të harrojmë përgatitjen reale për muajin Ramazan, me agjërim, me namaz, përmendje të Allahut, me sadak, dorëdhënie, edhe bamirësi, me kërkim falje, me falje ndaj atyre që na kërkojnë falje, po edhe kjo është për rëndësi. Kërko falje dhe fal. Si përgatitje për Ramazan, dhe si gjithashtu një gjendje përmes të se dëshmojmë për Allah të keqardhin për raportimin që bëhet për neve. Raportim do shta ju i mirë në raport me punë të këqija, kase ka mëkate që si mi penduar, vazhdojmë të. Po atë raportim i vëbekt, i zbet, kuptim me punë të mira, qëfar ke bo? Sa është e pasur aja fletore, aja regjist me punë të mira që ku të raportohet më të vërtet, me qenë një listë gjatë e punë të mira që ke bërë. Për gjitha këtu du të më mendu të nërë shikuas. Për të gjitha këto do të menu. Andaj për gjitha këto realisht është muaji i Shaban. Mëshirë nga Allahu xhallahu ala. Kur na ka mësuar që me të vërtetë në muaj të caktuar të furnizohemi, të përfitojmë nga mëshira e Allahut më tepër se çdo muaj tjetër, të përgatitemi, për shkak se muaji Ramazan është me të vërtetë muaj ku tani ka vetëm zell, ka vetëm angazhim. Nuk ka më atje kohë për planifikim do ta bëj kur kimë bëmo. Andaj gjitha këto premtime, planifikime përfundojnë në muajin Shaban. Këtu fillojmë praktikën, trajnime dal nga dal, ndërsa pastaj zbatimi dhe zelli është në muajin Ramazan. Muaji Shaban është një tregues i qartë dhe i drejtë për drejtë, edhe si do të jetë Ramazani jon. Çfarë Ramazani kena më pas, realisht mundemi me ditë kohë mirë në muajin Shaban. Pra të ndrosh shikues, porosia e këtij takimi sonte është ta ndjekim Muhamedit alayhi salatu wasallam. Të përgatitemi, të jemi të zellshëm edhe me agjërim tonë të
ose për shkak të përmendjes të Allahut të vazhdueshme, vetëm me kujdes në ato që përmenda dhikri sabahit, akşamit, dhikri pas namazit. Mos u gut, mos rri pa dhikr. Me thon 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, pastaj la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, çka ka mësuar pejgamberi alayhi sallam. Mi fal sunetet, mos milon sunetet. Mundësisht namazin me fal me xhamat. Për burra po flas, gratë falen në shtëpia. Për grua namazin në shtëpinë së është më i mirë se namazin në xhami. Por të gjithë timet mobilizuar, familjet e të mobilizuar në këtë aspekt, në bashkëpunim, punë të mira. Tashmë në shumë shtëpia vrejet sikur të ceka. Ardhi Ramazanit, pastrimi i shtëpisë, larja e tepihave, dikush ngjyros shtëpinë, gëlqëros kështu më pse Ramazan po vjen. Elhamdulillah. Ne duhet në çdo mënyrë me tregu respektin tonë për muajin Ramazan. Në çdo mënyrë duhet me tregu se na nuk mund të jemi indiferent ka shik këtij muaji. Qoftë edhe me rregullimin e shtëpisë, sprish punë, mirë po, jo tjetër kryesorja dhe e vetmja. Pranon me kom për shembull përgatitja e vetme për Ramazan, blerja e gjërave të caktuara ushqimore apo edhe pastrimi i shtëpisë dhe rregullimi i së veçantë, pse ka Ramazan. Dhe kjo më kon përgatitja e vetme. Kjo mund të jetë, kjo është dorës 2 e 3. Ajo që është e parë është përgatitja e zemrës, përgatitja e shpirtit me pendim, me kthim sinqert tek Allahu te barekuhu teala, me agjërim me punë mira, sikur që ceka, edhe që të raportohet për neve raport të mirë, të këndshëm që Allahu të jetë i kënaqur me neve pas raportimit dhe si përgatitje e duhur për muajin Ramazan. Kjo është ajo që na ka mësuar pejgamberi alayhi sallam, dhe kështu ishte ai në muajin Shaban. Prandaj nuk ka argument të veçohet një ditë në raport me ditë tjera. Këto ditë e muajit Shaban janë ditë të voleshme, të përshtatshme për adhurim, edhe nuk ka një adhurim i veçantë specifik në raport me të tjerë. Agjërimin e ka përdorur pejgamberi më tepër për shkak të Ramazanit, mirë po agjëra, fal namaz nafile, jep sadaka, me rëndësi është të tregojmë një zell të shtuar të adhurimeve, të tregojmë një kujdes më të veçantë nga ana jonë me të tjerët dhe në raport me mëkatet, që të tregojmë një respekt në raport me Allahun xhallahu ala për ardhmën e muajit Ramazan dhe për raportimin që çdo kush për neve realisht është pjesë e tij tek Allahu te bareke ve teala. Kjo është ajo që desha të them të ndërruar shikojnë në këtë pjesë të parë, si një lloj njoftimi me muajin Shaban, një lloj përkujtimi për gjithë neve dhe vetëdijsimi që të këndillemi e të largojmë pluhurin e hutis, e habis, që patjetërisht mund të na kushton pasaj shumë shtrejt në ikjen e mundësive në Shaban, po pasaj edhe në ikjen e mundësive në muajin Ramazan. Kjo është për këtë pjesë. Tashmë shkojmë në një pauzë të shkurtër, si zakonisht, e pastaj rikthehemi inshallah së bashku me juve me pyetjet dhe përgjigjet që mund t'i bëni përmes numrit të telefonit që do të shfaqet inshallah në ekranet e juaja pas këtij pushimi. Rikthehemi pas pak, shihemi inshallah përsëri. Bismillahirrahmanirrahim. Shikues të nderuar, u rikthyem përsëri në pjesën e dytë të emisionit tonë, ku tashmë, sikur që e keni të njohur, përmes numrit të telefonit të shfaqur në ekranet e juaj mund të inkuadroheni drejt për rreth emision dhe të bëni pyetjet e juaja apo çfarë lloj sugjerimi që mendoni se është i dobishëm dhe i duhur për këtë emision dhe shikuesit e këtij emisioni. Derisa të bëhet në dije që po ka telefon më një herë inkuadrojmë, po urdhoni. Selamu alaikum. Aleikum salam ورحمة Po të shpytja, jam është për shembull kur të merr abdes, ashtu të mesë ta më mi fol 2 rekate tash me vedus, të me çrapat, të më mesët. Edhe tash në pyetje lidhe apo me mesë tek shabo, nëse në rast për shembull kam çrapat, do të marr abdes. Po tash i komor të një por çrap për shembull më bit kaj marr këtu, i murat këto që janë në dyta, vëden. Ja, më i mindru, dhe më një më kënjonën, për të ashe hika dhe vendusa tjetër, am pranuet meste, apo ja? Po, që të dy të këta, pyetja e parë, që ka ke për 2 rekate? Pyetja ke për shembull marr abdes, i foli 2 rekate, tash i vendusi, dhe më këtu meste. I vesh, po e kuptova.
E rasti i dytë për shembull, në këtë rast kur për shembull e bën jetë mes me marr, po kur të vendos të qeropa i që i ke marr tjera, ta bëden, edhe me marr tjera. E qartë, kupton, po e qartë, po. Edhe veç edhe një rast në një pyetje tretë hoç, ka bën vaki për shembull sot sunetin e fola 2 rekat i kindis, edhe tash me dije që kur kesh atë në rekatin e parë bona domon 2 sejdë, por kur ngrita më në mend që bona 1. E tash kur japa selam veç i thash domon kur e thash këtë salavatet të doon, nuk japa selam i bona 2 sejdë dhe japa selam. Domon për sot. A bona në rregull ajo më tregon ti. Po e qartë inshallah, kupton. Selam aleikum wa rahmatullah. Aleikum selam wa barakatuh. Se i përket mesteve, do më thonë, mestet është kusht me i vesh me abdes. Do me abdes i ke la komt e pas e ke vesh mestet. Në rrasë që ke pyet, për shembull i ke la komt, ke marr abdes, i ke la komt, por ende si ke vesh mestet. Po donë mi fol 2 rekate, pastaj mi vesh mestet. Lejo e s'prish punë. Përderisa ende ki abdesin, që ke marr më herët abdesin që i ke la komt, se ke prish abdesin, mund mi vesh mestet kur dush. Mund mi vesh edhe mas 1 orë, mas 2 orë, mas 3 orë, s'prish punë. Për rëndësia është që kur ti vesh, me qenë me abdes. Kjo është më rëndësia. Çështja e dytë edhe tek ndrimi i mesteve. Lejohet, domethënë, derisa ki abdes. Derisa ki abdes, domethënë të parë që ke marr, ke la komt, edhe i ke vesh mestet. Po do më ndru. Për shkak se do të tjerat më bë, s'prish punë, i ndran, i vesh tjerat. Gjitha këto manovra lejohen mbrana kohës që ti ki abdes të parë që ke marr i ke la komt. Mëni kur e prish abdesin, nuk lejohet tash mi vesh mestet, pa marr abdes për fillimit, nga se mestet mi vesh është kusht që t'jesh me abdes. Kjo është e para. E dyta, se përket dytës, shë që i ke bu në rregull, por ndoshta edhe mund të jetë vezvese që i ke bu 2 sejdë, por të ka dogë që nuk i ke bu zakonisht vezveset mund ndodhen tek 2 sejdët, prandaj shpresoj që në rregull e ke pas namazin, po që ke bu një sejdë për të siguruar dhe mendoj që namazin e ke në rregull inshallah. Mirë, kemi telefonatë inkuadrojmë, urdhani. Urdhani, po i dëgjojmë, urdhani. Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Unë kam një pyetje për hoqë në xhamat, në hoqë, kur të na del imam i fal shumë shpejt. Unë bëllon e fal në shpejt, ai hala pa thonë e qatin, ai e kry. Po, e qartë e kuptum. Edhe nuk po dhja, do të më falë mastina, se nuk ndo, alhamdulillah se s'vjen shpesh, po kur po vjen, në përna pjerë, edhe kum do kështë të privatisht, i kum thonë, brehoq pak ma ka dole, sa unë e di, unë jam imam për këtë po. Po, e kuptum, falënderë, se kuptum. Salam aleikum, Allah i të rajë. Aleikum, salam të Allah. Çështja e namazit është çështje madhore. Pejgamberi alayhis salam kur ka mësuar njërin për njerëzit që ka bëu namaz, e ka mësuar që me nën kom me lezu Kur'an, me shkon ruku dhe ka thonë qetësou në ruku. Ngritu nga rukuja, qetësou ku ngritesh, bostëje qetësou. Gjithkund i ka përmend fjalën qetësou, do nuk duhet njëri më ngut, më nxitu. Po nganjëherë ndoshta gjykimi jon për dikon mund të jetë që po ngutet, po ai nëse nuk ngutet, po na kena që me zgjat namazin më shumë. Ka njëre mund me konë me të vërtet që ngutët. Andaj, mirë është që hoxhën me e këshillu xhamat, jo është një njëri. E nëse ngutët për këtë, jo është për ty. Pa ti dush me folë me xhamatin e tjerë, me thonë që apo i duket që po la po ngutë. A jetë moqës pak, të thonë po na duket e gjithë na pedim që po ngutesh. Mos u ngut, s'pako është çështje sekondash, nuk ka çështje me zgat 15, po 1 minutë më shumë më fal, rresht bin senet në vend. Dhe mirë është me e këshillu hoxhën, po jo veç ti, se kur veç ti e këshillon e tjerë të heshtin, përshtypja është që veç ti po duket se tjerë s'po flasin. Po nëse është me të vërtetë me nxitim, atëherë duhet gjithë ta që falë masina, realisht me përjetu që ashtu njëjtë edhe me e këshillu hoxhën, mënej që me rinë Allahut, hoxha e merr parasysh këtë çështje dhe ndryshon inshallah. Kjo është ajo që ta ka njuve. Mirë, kemi telefonat të inkuadrojmë, urdhani.
Orna, po ju dëgjojmë? Duket iku këtë telefonat. Mirë, ka disa pyetje që kanë ardhur, domethënë përmes mesazheve, do të më thonë disa pyetje më dhon përgjigje. Do të aprish gjumin i ulur në autobus. Se përket gjumit ka disa mendime tek dietarët, gjumi në esencë e aprish, cilë e gjumit e prish e kështu me radhë. Mendoj që gjumi i cili është i thellë, ku njëri e humb kontakt me botën e jashtme, e prish, pavarësisht a është i ulur apo është i shtrirë. Do të thotë një gjum i cili është ulur, po nëse i shtren karrikën, ai shtrehat për shkak se nuk ka ndjenja me majt vetën e tij, i bën që është në gjumë të thellë. Andaj ky që është në gjumë të thellë të tillë, domthonë nuk ka ndjenja as me e përcjell veten se a ka prish abdes apo s'ka prish abdes. Për arsye në këtë rast themi se e prish abdesin. Nëse një gjumë formal si përfaqësohet, domthonë pak me lëviz ai çohet, se është vetëm domthonë më tepër si kotje, si gjumë i thellë, atë në këtë rast nuk e prish abdesin. Mirë, thotë a e prish namazin nëse më signon telefoni ose më vjen një mesazh dhe e ndalje. Lëvizjet tepërta në namaz, domthonë janë ato që realisht e cungojnë dhe paksojnë vlerën dhe dëshmërimin e namazit. Që ti më rahat në këtë aspekt, mas mirë është me nal telefonin para se me hi namaz. Ti më të kujdesshëm. Mos më pengu dikujt tjetër pas, mos më shqetësu vetën tash nale merre. Nale telefonin. Namaz ashtu është s'mund të më edhe me dasht. Ne pse e mund telefonin ndezur? Një herë, po mendoj që në esencë njëri duhet të keni kujdesshëm që me e nal telefonin, edhe i rahat. Nëse ke harru dhe po bën zhurmë, lejohet me nxirr veç me nalë me kthy pranë xhep, duke e ruajt interesin e përgjithshëm të xhamatlit, mos më zhvendos nga koncentrimi i tyre në namaz. Mirë, kemi telefonin e inkuadrojmë, urdhani? Selam aleikum. Aleikum selam ورحمة. Një pyetje për edhe në mishin e pulës. Po? Sa është halal mishi i tërtoreve të Kosovës, por sepçerisht i Konsanit. A lejohet më ngronë të ditë se nuk ka mundësi se cila pul më therë me bismillah. Nuk e di që është në shpjegoni këtë punë, po të thëmë. Po. Allah ju ruaj. Amin, gjithë falënderes, po inshallah, po. Se përket çështës së mishit është çështje e ndihshme, është vërtet. Fetarisht kërkohen standarde të caktuara që duhet plotësuar për të qenë mishi halal. Sot fatkeqësisht në shumë raste këto standarde nuk përfillen. Veçanërisht therrja e kafshës apo edhe e pulës. Mund të ketë ndodhur që ndoshta ajo është mbytur dhe më shumë është coftir e ngordhur se që është mish i duhur me hongër. Ka kësi probleme në shumë vende, po ka edhe që i therrin si duhet. Dietarët kanë kësaj çështje kanë disa mendime, por unë mendoj që ne në esencë, domethënë e kemi të lejuar me ngrënë mishin që therret në Kosovë, për shkak se shumica atyre që therrin janë musliman. Dhe shumica prej tyre unë kam përshtypjen dhe kam informata për shumë prej tyre që e therrin ashtu si duhet. Për kompaninë që pyete nuk kam informata direkte, por kam informata anësore, kam dëgju se janë të kujdesshëm këtë aspekt dhe e therrin pulën apo produktin tyne sipas rregullave. Po nuk jam ai që garantoj për këtë, nuk e di, po flas për informata anësore. Për shkak se s'kam pas kontakt as me kompaninë, as nuk e kam vizituar, andaj po flas për çështje anësore. Por kam përshtypjen që me që janë musliman e therrin si duhet. Në esencë, domethënë duhet jemi të kujdesshëm, nga njëra anë, por edhe jo vezveseli edhe të shtrënguar nga ana tjetër. Ti jemi të kujdesshëm, domethënë, nga kush pajm pulën, nga ku po e blejm, nëse është nga muslimanët, nga veni jon, mendoj që është në rregull atë. Pa ngjall dilema të panevojshme, a kanë mundësi me bë, a kanë mundësi me bë, nga ato pastaj hapin dilema të pafundme atë. Prandaj, me që musliman, me që është veni jon, me që na njerëz dinë që shteret kafsha apo pula, ne besojmë që e bëjmë ç'është duhet.
derisa nuk kemi argument të qartë nga dikush i besueshëm që e dëshmon të kundërtën. Nëse ka dikush që e dëshmon të kundërtën, atëherë e anulojmë vendimin e parë dhe veprojmë sipas vendimit të dytë dhe nuk e hajmë atë produkt, për shkak se tashmë kemi argumente se nuk është rregull. Por pa pas argument nuk është mirë me hap këtë derë pa nevojë, nga se pastaj nuk i mirë që mush me hongër realisht i qetë apo rahat dhe kështu që privosh nga mirësia e Allahut në këtë begati që Allah na ka dhënë. Allah din më së miri. Mirë, kemi telefonin kuadrojmë urdhëni. Selam aleikum. Aleikum selam. Mas pari do shta me thonë, alhamdulillah për Allah që i kena një hoqë si te. Se në kërën konë momentet ma të pështira për me lo namazin, unë kanë dalë gjithë video të tua dhe gjithë kom ashtu me namaz. Alhamdulillah. Edhe prej një ligjëratës tonde, tash një vjetë, unë e kom qitë bulecën. Alhamdulillah. Pyetja jam për sonte është për istikfar edhe për dërgimin në selavatëv. Po. Cila është ma mirë me bo për shembull ma shumë det. A muna me vazhdu me ka 10.000 të cëllën, apo mi jep njënës për pasi ma shumë se tjetrës. Po, në momentin jam të dërgu selavate ma shumë se sa istikfar. Po, qartë, e kuptum, faleminderit. Faleminderit. Dhikri Allahut në përgjithësi është vepër e mirë. Dhe Allahu e dona që e përmend Allahun shpesh. Dhikri është nga ibadetet, nga adhurime që shumë njëri shpërblet për to dhe është i lehtë. Se nuk kërkohet me pas abdes, nuk kërkohet me kthy ka kibla, nuk kërkohet për shembull pozitë të caktuar me mjafton duke ecë, duke ne, duke punuar, e përmend Allahun xhallahu ala, dhe kjo është mirësi e madhe, që nuk duhet me kon të hutuar edhe të pakujdesur në raport me këtë begati. Mirë po e inkuadrojmë me telefonat, pastaj vazhdojmë me këtë përgjigje inshallah. Po urdhani? Alo. Po urdhani, po i dëgjojmë. Jam një mëtër me Simone. Po urdhna, po dëgjojmë. Të rërob jena në shpi kur as një të flasëm në mje viti. E pse çka keni ashtu? Nuk di vallahi. E kone kishme? Unë jam nona, po? Joli, Ria, as minç ma der mi dasër për mi pa diqka. Do në djali realisht nuk folë me ty, apo? Po djali dhe Ria dhe thmija 3 vjetë. S'ma lonë mi dasë të thëmë për mi pa diqka. E qka për i bandë të që? Po më bëm keq. Po. A kuptu? Po e kuptova shumë drejt. Ta shë e merë, inshallah përgjigjen, në dëgja mas kësaj telefonate. Ishë përblirë të Allahi. Amin tonë, falmirës, amin tonë. Andaj dhikri është vepër e mirë. Kemi telefonat të inkuadrojmë. Po urdhani? Salam aleikum. Aleikum, salam, tullah. Në hojsh pata që më rrët një pyqje, më vjen më shpesh jam në për teren, edhe gjymoj jam zënë shtu në për gjamiat ndryshme, e pata që një vend që ka që shpesh më zënë atë, një va që më tha njoni, tha a i hojsh, a tha si falë të në vaktit, po më falë në mastina të në përqis. Po. Edhe më shpërblet. Amin. Mirë. Që përket dhikrit, ama te për istikfar o salavat. Mirë, istikfari është pastrim, dërso salavati është ndërtim dhe është pasurim. Në një esencë kemi nevojë për pastrim, por edhe kemi nevojë për mështu. Mendoj që njëri duhet me i bërë të dyjat dhe mund nga njerë të shtonë salavat më tepër, nga njerë istikfar më tepër. Për shembull, në kohën e syfyrit shtohet istikfari më shumë. Për shkak se Allahu xhallahu përmend robët e Allahut mirësët që quhen më fal natën, o bil ashari hum yastaghfirun. Në kohën e syfyrit ata bojnë istikfar. Me ka kohra të caktuara kur më shumë bëhet istikfari. Meqenëse kur për shembull njëri kuton gjunat e tij, alshimet e tij, kështu me radhë, istikfari bëhet më shumë. Ditën e xumës për shembull bëhet më shumë salavat. Për shkak se pejgamberi ka thënë, shtone salavatin mbi mua ditën e xumës. Situata për shembull kur do njëri me qenë mirënjohës, me qenë rikujtues i asaj që ka bëu pejgamberi që salavat më tepër. Kështu që në esencë nuk kemi ndonjë anim për një dhikr më shumë se tjetri. Por varet nga rrethana, nga situata, nga pritimi, nga nevoja që e ke kështu më radh.
Në nërë kena nevojë më shumë për istikfar. Për shkak se ndim veten që ka mangësi, ka lëshime. Kena bënë adhurim, por nuk kanë rregull ç'është duhet. Ka mangëse, bëjna më shumë istikfar. Nga për shembull është çështja jashtë këtyre rrethanave, rrethana tjera, bëjmë atë për salavat. Por më rëndësish është me vazhdu me dhikr, edhe domthonë mos me lën gjuhën me u tha, po gjithmonë të gjuha e lagur sikur se ka në hadith me përmendjen e Allahut te barekuhu teala. Dhe jo vetëm me u fokusu dhe me u kufizu në istikfar edhe në salavat, por edhe në tjerat. Dhikri më i mirë ka thënë pejgamberi është me thon subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Këto katër më shumti. Pastaj salavati, pastaj është istikfari. Dhe me thon la hawla wala quwwata illa billah. Hasbi Allahu wa ni'mal wakeel. Gjitha këto janë nga të preferuarat që besimtarët dhe besimtara shtojnë përmendjen e Allahut në vazhdimsi me këto. Prandaj istikfar, Allahumma salli ala Muhammad, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dhe këto të përzihen gjatë ditës dhe të bëhen sa të ka mundësi njeriu më tepër, për shkak se Allahu ka thënë udhkurullaha dhikran kathira. Allahun përmendeni shumë, dhe Allahun përmendeni shpesh. Pra i ka hapësirë gjatë ditës për gjitha këto. Disa natën, disa ditën, disa mas namazit, disa par namazit, prandaj përzi gjitha ka pak, por dallojnë nga njerë në bazë të situatës, në bazë të nevojës që në bazë të rrethanave, sikur që e përmenda, dhe kështu pastaj bën balans mes gjitha këto llojeve të dhikrit të Allahut te barekuhu teala. Mirë, kemi telefonat të inkuadrojmë, urdhani. Selam aleikum, shej. Aleikum assalam wa rahmatullah. Fillimisht dashur të falenderoj për punën e palosme që e bën. Allah i shpëlbeft, Allah i nderoft. Unë kam një vajzë këtu 5 vjeç edhe një djalë 6 vjeç që kanë dëshirë më ta bëu kanë një pyetje. Mashallah. Faleminderit. A çarami në fight. Ja, në sekondë. Po, Allah, unë kam 6 vjet, djatës mi bo për me folë 5 vakte. Po, çfarë zemër të kallëzoj, po inshallah, u bo. Allah i nderoft. Allah të ruaj të zof me ta gjithmonë vëllai. Amen, amen hoqë, Allah shpëlbeft. Selam aleikum. Aleikum salam wa barakatuh. Mirë. Telefonata radhështë telefonata e një nëne që realisht rënkon të dhe ankohej për një gjendje tepër të tensionuar, një gjendje jo normale në familjen e saj. 3 anëtar të familjes, nëna, djali dhe nusja, realisht djali me nusën një anë kundër nënës vet. Është e pakuptim sinqerisht dhe nuk e di për i ka guximi me u sjell kështu. Tash më thon nona po na bën keq, sinqerisht duhet me konë një nonë shumë e keqe, e para, e dyta duhet me pas shumë argumente bindse që me marrë një gjysmë vendimi, se jo kësi vendimi kompleks top. Sa me të vërtet është dëshmu se nona bën keq. Nështë e ka përslimin në sehira, po problemet caktuar, nuk e di ku e ka qysh bën keq, por duhet me pas shumë kujdes. Haku i nonës është hak i madh. Wallahi këto akuza që kanë filluar më për hapkove të fundit, ky po bën mzi, ky po bën mzi, këto janë të rrezikshme. Këto janë çështje problematike. Nuk duhet me luaj që kaq lehtë na prish shejtani mes veti, duke ngjall, duke nxit vezvese kundër njëri tjetrit. Do të fort me kon sigurt kjo problem e dëshmon këtë punë, është problem këtë me vërtetu, pas me argumente shumë qarta. Ndaj me pas gjyshja mall me përqafu nipin e saj, me pas gjyshja mall me përqafu besën e saj, me pas gjyshja nona mall me fol me djalin e saj, po me merren e saj, është një çështje e tmerrshme. Është e tmerrshme. Andaj te nona nderuar, mënohu me u dëshmu që je e pastër. Lutë Allahun xhallahu ala që Allahu me të pastru tek ata. Allahu xhallahu ala me ta lehtësu situatën. Lutë për ta që Allah më pronësoj gjendjen. Shpresojmë tek Allahu që Allahu ja largon këtë vezvese, këtë ngarkesë dhe pajtoheni mes vete. Mirë është djali me dorë me ngundën një hoxh. Me besu me një hoxh. Jo me marr vendime vetvetiu. Nuk besoj që një hoxh thotë mos e ngon nonën, mos e duaj nonën. Larga saj. Por me marr vendime vetvetiu, me mërmendja, po më duket kështu më radh, këto janë gjëra shumë të rrezikshme dhe shumë domthon me pasojë. Nesër fëmijët i kanë morrit, çysh duket. Çysh duket nesër fëmijët kur rritet mos me të leju që me pas çështje nip mes, mos me pas çështje. A ka gëzim më i madh për nesër nipi mes atij? Për shemb, ka gëzim i madh është. Allahu na ruaj. Allahu nuk ka bereqet në të familje ku ka zën katilla, vallahi. Nuk ka hajër aty ku
një nën vajton e qanë për sjelljen e keqe të birit saj. Një nën qanë e rënkon për sjelljen e keqe të vajzës së saj, të nusës së saj, e kështu me radhë. Dhe ma shumë respekt, ma shumë dashni, ma shumë kujdes, frika ndaj Allahu xhallahu është që na ndihmon, nga se çka i thosh Allahut për këtë gjendje, Allahu na ruaj. Allah e lehtësoft, Allah na pajtoft na përmirësoj gjendjen me vetë. Mirë, kemi telefonat edhe këtë fundit personat me që kemi disa pyetje po përgjigj, por në Mirë Rama, o që nderu. Mirë Rama. Desha të pyesa rreth kohës namazit të më pas që jam në punë dhe nuk kam mundësi thjesht falem në kohën përkatëse që nuk kupton punën e drekës edhe do të t'i kindi. Kem parasysh shembull vlerën e faljes me kohë, puna shembull pas perëndimit të diellit, për para se me fal akşamen. Po. A numërohet shembull apo pranohet apo Po, inshallah, tash jam përgjigje, inshallah, po, kismet. E kuptom. Faleminderit shumë presh. Faleminderit. Pyetja rrallës është, do në falet në teren, duke lëviz, edhe padyshim që bie që më falë në xhamia ndryshme. E ka rastis që duke u falë me xhami, dikush i ka thonë që në këtë xhami ky imami nuk i falë 5 kohët. Të nderuar, këto fjalë të rënda, këto fjalë vallahi të vështira. Ku e din të ai falë si falë? Ke argumentat, ka kallëzuaj, se kallëzuaj. Me akuzoni hoqës nuk falë është të merë. Ai, këto e në gjëra shumë ndishme. Ti falu. Edhe në qoftë se po kushtimisht se falë në namaz. Gjunaj është e tine, gjumon të e kinë regull. Falu. Me që nuk ki mundësi ku më falë rrugës e të shku, që më të mësu falë? Ndaj menen që du të pasë kujdes të qështë. Wallahi, si kur se rrasë që është e majtë të e nëna. Ky po më bën se hire, ky po më bën kështu, ta po më bën kështu, ky s'falet, ky bën kështu. Këtë gjitha këto janë barë që e ngarkojmë vetën tonë ditën e gjykimit ndalë për Allahut më ndonjë. Dikush shkarkohet, ka argument, rregull, ecëm tutje. Mirë po, vallahi para se më ngarku, para mendoj vetëm për Allahut më ndonjë. Kur të pyet Allahu, pse ke thonë? A ke argument? Më ka thonë njëri, çu të ka thonë njëri Allahu? E kom dëgjuar dikën, çu e kam dëgjuar dikën, këto fjalë nuk kanë, e kom dëgjuar, më ka thonë, po më thot, nuk shkoj të punë kështu. Ke punë argument, don qartësi, don përcjellje, don. Falu Allah, falu se në gjitha xhamiat ka xhallar të mirë, lamë që falën e falën namazin. Nuk di, vallahi sinqerisht nuk di xhami në Kosovë që nuk bën më falta. Pas besoj që ka. Nuk di hoxh që nuk bën më fal mas ti, nuk njëone. Një bolla xhallar, kom kolegë në gjitha anët e Kosovës, madje jashtë Kosovës. Po nuk një dikon, sinqerisht që realisht e ka atë gjendjen fetarisht domthon të cunguar e cakatosur, saqë më ja, mas ti mos u fal. Nuk di kështu. Nuk di. Ndaj mos më fal mas dikujt, do të shumë argument. Realisht mos më fal mas dikujt, duhet me pas argument se nuk ka musliman. Po thjesht çu që nuk ka musliman. U dal pe fe, s'falë mas tina. Me thonë dikuj kështu punë madhe, kjo don procedura, don që ka për një çështje thjesht sa hetime duhet më bëj, e sa provat, e sa prokurori, e sa hetuesi, gjykata, në fund me vendos a është i fajshëm apo është i fajshëm. Po gjëra të caktuara dunjos. Çfarë më në për çështje të fesë, Allah, me gjyku për dikën në emër të Allahut. Se me gjyku për dikën që është besimtar, dikush që nuk është besimtar, nuk është gjykim i unë, kjo është gjykim në emër të Allahut. Të veç që Allahu ka drejt me gjykuar për ti. Ti kur thush që ky nuk ka besimtar, i bjen se Allahu xhalla xhelalu ka thonë se është besimtar. A ke argument Allah? Atë kemi frikë Allahun xhalla xhelalu, mos e lëshojmë këtë punë, vallahi se janë të rrezikshme. Janë të rrezikshme, janë me pasoja. Sa me thjeshtësi thuhet se është musliman, s'është pasues i sunetit. Ky është i dalëm rrugë, ky është i ka këtu. Çurim Allah punët e tua, ec udhës tonë. Ec në problemet e tua, për se vetën tonë. Të këfun nëse ai s'është musliman, ka kush mirët me atë çështje. Do me trikun të një hoxhe, një grupe gjëllara që e njojmë, që këj vërtetani këshërna, në rregull, ata pastaj mirë me këtë punë. E pa më marë gjemati me këtë punë, s'është ky musliman, ky bën kështu, nuk ka rregull, vallahi, nuk ka rregull. Çështja e gjykimit është çështje madhore. Çështje vallahi shumë me përgjegjësi madhe për Allahut mënduar. Çka i thosh Allahut, te unë ai fisteku, çka i themi?
kur gjykojna për njerëz gjykime të tilla, edhe gjitha kemi të bazuara, më tha, e dëgjova, e kumni, nuk shkon kjo punë kështu. Nuk shkon kjo punë kështu. Andaj të kemi frikë Allahut xhela xhalu. Të ruhemi nga këto, nga se valla janë me përgjegjësi të madhe për Allahut mëndor. Janë me ngarkesa të mëdha në gjykimit. Të kemi frikë Allahut te barekutaala. Pyetjet e dy voglushave ishte, domosdoshmë sa kuptoj mi lyth thojt. Po, ti e vogël ende lejohet mi lyth thojt inshallah pa problem. Ndërsa se përket namazit, namazi bëhet obligim, kur të arrin moshën madhore. Babi dhe nani të shpjegojnë kur është mosha madhore, po pe atëherë e ki obligim namazin. Deri atëherë, falësh ka pak me nanin, fal pak me babin, mëson namazin që më fal, përgatitesh që kur vije koha që është obligim, je i gatshëm edhe ti voglushe je e gatshme që me kry obligimin dhe Allah të mënduar. Andaj të ndëruar shikues, kjo është një shembull i mirë që është duhet prindi me i eduku fëmijët e vet, me kujdes, për shembull a ban, a nuk ban. Do me kuptu që autoriteti për këtë është Allahu te barekutaala, ai është krijuesi, ai mëson halalin, ai mëson haramin. Me kuptu që janë obligimet, me ditë, me mësu fëmijë besimin Allah xhalla xhelalu. Që ti përgatitin fëmijët tonë për jetë, në të ardhmen që të jenë të kujdesshëm në raport me Zotin xhelalu, po edhe vlera tjera. Respekt ndaj mësuesit, ndaj madhvjetrit, ndaj komshiut, me largu pengesën nga rruga, me eduku, me mësu që të jenë të gatshëm, të jenë individ produktiv, e të sjellshëm, e të kujdesshëm në vendin dhe shoqërinë ku jetojnë. Dhe pyetja fundi është për namazin. Namazi, tha që ik namazi deri këtë ikindis, tha e di që është mirë më falë në kohë. Nuk është çështje e mirë, është obligim më falë në kohë. Allahu thotë në Kur'an inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Namazi është obligim më falë në kohë. Namazi është obligim, është shtyll. Edhe në kohë me falë është obligim. Dhe me pas kujdes. Nuk di çfarë situatë është ajo që gjithmonë tik namazi. Se ndonjëherë për shkak situate veçantë specifike kur ju s'ke mujt, po them kushtimisht të ka ndodhur Allah din arsyen e fal mas që të përndon dielli, drekën i këndin pastaj akşamin për shkak të renditjes. Për kjo prapë po them nuk bën më ndodh. Nuk bën më ndodh, duhet me gjetë arsye, duhet me gjetë mundësi me fal namazin. S'paku me bashku drekën me këndin. Ose në kohë të drekës ose në kohë të këndis. Me fal drekën njerë tani këndin, qoftë kohë drekës, qoftë këndis, nëse veç ka situata veçanta specifike kur je sigur se s'e fal namazin kohë vet. Por të përshtim, në esencë duhet me fal namazin kohë vet, sinqerisht. Dhe shpesh neve na duket se është e pamundshme, është e vështirë, po nëse jemi të sinqert, nëse përpiqemi, japim mundin me lenin Allahut, Allahu bën zgjidhje. Edhe nëse jemi punë, kërkon falje. Më fal, po më duhet më fal. Kërkon vend hapësirë tonë, një pauzë 10 minutë kur është ndikon. A ti mund të fal pauzë? Në ora 12 pauza, dreka veç ka hi, e fal drekën. Pastaj edhe këndia, shkurt është. E fal vetëm farzin, ne duhet me insistu, duhet me këmbgul që namaz me fal në kohë të vet. Nëse duhet me ik, me fal kaza, kjo është përjashtim dhe kërko falje tek Allahu xhalla xhelaluhu me keqardhje dhe vendosmëri që herën tjetër mos më ndodh. Me lo në vazhdim si namaz me ik, në vazhdim si me fal drekën e ikindin mes akşamit, sinqerisht kjo është shkelje që nuk duhet me aliu vetes. Allahu xhalla xhelaluhu na lehtëson punën, na bën ata që fal namazin, janë të kujdesshëm për namazin tyne, edhe Allahu i bëf pastardhësit tonë, e familjet tona, e shoqërinë tonë nga ata që besojnë Allahun si duhet dhe Allahun e adhurojnë me namaz, e agjerim, e punë mira, ashtu sikur na ka mësuar Allahu dhe ashtu sikur na ka udhëzuar dhe na ka mundsu me e njoftë Allahun Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar shikues, falënderit për inkuadrimet e juaja, për përcjelljen, inkurajimin e vazhdueshëm, lutjet e juaja dhe lutem Allahun që të na takon gjithmonë punë të mira. Allahu na takon gjithmonë që është ai i kënaqur dhe Allahu na bëj gjithmonë në rrugën që ai është i kënaqur, na ruaj Allah nga mëkatet, nga sherri. Allahu na lësh që Allah të zbrat pajtim e dashni e respekt familjet tona. Allahu e lësh të zbrat mbi familjet tona e shoqërinë tonë bashkëpunimin e mirëkuptimin. E Allahu të largon nga shoqënia jon fjalët e këqija, lëndimet, përgojimet, akuzat, shpifet, arrogancën, dhunën, gjitha këtu Allahu e shumë tjera i largoft nga familja dhe nga shoqëria jon. Kaq për sonte, mirë të takojmë takimin e ardhshëm, dhe atëherë Zoti ju ruaj kudo që jeni. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.